Stuhia dhe moti keq që përfshiu Vlorën, por dhe kryesisht jugun e vendit, Himarën dhe Sarandën, krijoi problematika në disa biznese, por edhe rrëzime pemësh, ndërsa fatkeqësisht edhe një shtetas punonjës i OSHE-s sezonal ka humbur jetën në Himar. Ngjarja është regjistruar rreth orës 3 të mëngjesit, teksa punonjësi ishte duke rregulluar një defekt në një shtyllë në zonën e Himarës, aty ku fatkeqësisht është rrëzuar dhe ka humbur jetën në vend. Policia për të ngjarje ka nisur hetimet pikërisht për shkaqet që sollën në vdekjen e 55 vjeçarit punonjës sezonal i OSHE-s. Moti keq dhe stuhia që përfshiu kryesisht jugun e vendit duke prekur Vlorën, Himarën dhe Sarandën, krijuan një situatë problematike gjatë mbrëmjes së martë. Era e fortë e shoqëruar më pas me rreshje shiu shkaktoi dëme dhe ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona. Në Vlorë u raportuan probleme në disa lagje të qytetit, ndërsa në Sarandë stuhia preku dhe bizneset. Pas ndërprerjeve të energjisë, ekipet e operatorit të sistemit të shpërndarjes të energjisë ndërhyn për riparimin e defekteve dhe rikthimin e furnizimit me energji elektrike. Gjatë kësaj ndërhyrje ka humbur jetën një elektricist 55 vjeçar i OSHE-s. Viktima Bashkim Boçi nga Elbasani ndodhej në Himar si pjesë e ekipit të OSHE-s, të angazhuar për sezonin turistik. Sipas informacioneve paraprake, ai po punonte në një shtyllë elektrike për riparimin e një defekti, kur dyshohet se ra në kontakt me energjinë elektrike. Si pasojë ai u rrëzua nga shtylla dhe humbi jetën. Policia është duke vijuar hetimet për ngjarjen.